Një muaj pa ty, Selvie Jau ndan pamje prekse të shpat kasapit me të birin. Selvie Jau ka ndarë një video në rrjetet sociale duke përkujtuar bashkëshortin e saj të ndjer, shpat kasapi i cili u nda nga jeta një muaj më parë si pasojë një ataku në zemër. Përmes një postimi në Insta Story e publikoi një video ku shihet këngëtari i cili ishte duke mbajtur djalin e tij, ku shkruan një muaj pa ty, duke vendosur edhe një emoji me zemër të thyer. Kujtojmë se shpat kasapi ndroi jetë në 26 nëntor, kur ishte në Itali së bashku me familjen për kurimin e djalit të tij. Gjatë karrierës së tij, Shpati mori pjesë në festivale të rëndësishme dhe realizoi bashkëpunime që lanë gjurmë tek publiku. Ai vazhdoi të jetë aktiv dhe i pranishëm në muzikë, duke ruajtur popularitetin dhe vitet e fundit.